Dy dëshmitare kanë raportu në Policinë e Kosovës se në oborin e tyre në fshatin Kushutic të Leposaviqet e kanë vrejtur një person të shtrirë dhe sipas tyre i plagosur në të gjitha pjesët e trupit. Sipas policisë, viktima 40 vjeçar, shtetas i Siris, është duke marrë trajtim në spitalin rajonal të Mitrovicës së Jugut. Ndërkaq, në raportin policor, zyrtarët e Jarinjes kanë njoftuar se është vrejtur edhe një person tjetër, po ashtu shtetas sirian i moshës 27 vjeçare i plagosur. Dikun dje para mëngjesit të rreth orës 4:40, është cilë një pacient nga ana e Mitrovicës së Veriut, i cili ka pas disa plagë si përfaqësore, ku është trajtu, ka marrë rëdimin e parë në emergjencë, pastaj është pranuar në repartin e kirurgjisë, ku vazhdon trajtimin e mazotjeshëm. Pastaj rreth orës 13:35 ka ardhur tjetri pacient, i njëjti sillet me anë të autoambulancës nga ana veriore, ku pas ekzaminimeve të para të marra në emergjencë dhe plagëve që ka pas në pjesën e krahut është transportuar për në ÇK Prishtinë në kirurgji vaskulare. Gjendja e këtij pacienti që është pranuar në spitalin e Mitrovicës është jashtë rrezikut për jetë, është duke trajtuar në repartin e kirurgjisë. Shtetas i Sirian, 40 vjeçari i cili po merr trajtim në spitalin e Mitrovicës, po ashtu 27 vjeçari i cili po trajtohet në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës, dyshohet se plagët i kanë marrë nga mjeti impret. Ndërkaq, 27 vjeçari lëndimet i ka kryesisht në kokë dhe në këmbë.